Zonja dhe zotri, mirë se vinin klubin sportiv. Unë jam Drilon Xhabullari dhe në një vazhdim do të jemi së bashku për cilë dhe kjo zhvillimet më të fundit nga bota e sportit. Është mbyllur java e para fundit e kampionatit shqiptar A Biznet Superiore, e cila përcaktoi verdikte të rëndësishme për fatet e sezonit. Dinamo, e cila barazoi me ekipin e Vorës, 2-2 arriti të siguroj pjesëmarrje në Final Four ku do të luftohet për titullin kampion. Ndërkohë, ekipi flamurtarit zyrtarisht ka rënë nga kategoria pas barazimit që regjistroi në shtëpi me shifrat 1-1 përballë Teutës. Ndërkohë, në takimet e tjera të javës së 35 u regjistruan këto rezultate. Bylis befasoi Elbasanin duke fituar në Ballsh me shifra 2-1. Egnatia mundi Partizanin 2-0 dhe Tirana arriti të fitojë me shifrat 1-0 klasikën e futbollit shqiptar përballë Vllaznis në takimin e zhvilluar në stadiumin Selman Stermasi. Klasifikimi kryesohet nga Elbasani, i cili vazhdon të qëndrojë në krye me 62 pikë. Më pas vjen Vllaznia me 60 pikë. Në vendin e tretë është Egnatia me 57 pikë, e cila me trajnerin e Vildede rikthehet tek rezultatet pozitive duke marrë një sukses të rëndësishëm kundër Partizanit dhe mban vendin e tretë me 57 pikë. Më pas është Dinamo, e cila zyrtarisht do të jetë në Final Four me 49 pikë. Partizani, i cili ishte shumë afër objektivit, përfundimisht është larguar dhe është një sezon i dështuar për demat e kuq që e mbyllin me 45 pikë larg Final Four dhe larg objektivit dhe larg mbijetesës. Ndërkohë më pas është Tirana me 41 pikë në vendin e 6. Në vendin e 7 është Bylis me 41 pikë sërish. Teuta, Vora dhe Teuta me nga 39 pikë në vendin e 8 dhe të 9 dhe Flamurtari me 36 pikë që zyrtarisht ka rënë nga kategoria. Mbetet për të përcaktuar se kush do të shoqërojë Flamurtari në kategorinë e parë, por gjithçka do të vendoset në javën e fundit të superiores. Teuta do të luajë me Egnatian, Vora me Bylis, por gjithashtu Tirana ka një ndeshje të rëndësishme me Elbasanin dhe janë 4 pozicione që do të luftojnë për të qëndruar në kategori, por mbetet të shihet se çfarë do të ofrojë java e fundit e superiores, e cila do të zhvillohet e gjitha ditën e diel. Mirë, tani do të ndjekim edhe formacionin më të mirë të javës së 35. Tekniku i javës është zgjedhur Orges Shehi pas fitores së rëndësishme të arritur kundër Vllaznis. Në port portieri i Tiranës Bekaj, në mbrojtje Aliev i Egnatias në krahun e majt, Ali i Dinamos në qendër së bashku me Markun e Bylisit në zemër të mbrojtjes dhe në krahun e djathtë është Vera i Tiranës. Në mesfush, Fernando i Egnatias dhe Rafael, futbollisti i Tiranës, i cili realizoi golin e vetëm. Në repartin e sulmit është Kasalla i Vorës, Bregu i Dinamos dhe Boçi i Teutës, i cili shnoi golin në barazimin me Flamurtarin. Në majën e sulmit është zgjedhur Pedro i Bylisit. Duket që Tirana dominon bindshëm këtë formacion, duke pasur trajneri më të mirë, por gjithashtu edhe lojtar në çdo repart. Mirë, do qëndrojmë tek ajo se çfarë ndodhi në Vlorë. Trishtimi ishte i madh tek trajneri Andi Ribaj, ndërkohë edhe tek Teuta foli trajneri i përkohshëm Modo, i cili duke analizuar situatën u shpreh se Teuta do të bëjë gjithçka në ndeshjen e fundit për të siguruar mbijetesën në superiore. Ndjekim materialin. E drejt, Flamurtari rani në kategorinë poshtë. Një se meritonte këtë lloj gjeje, por si që shikoni dhe ju me këta lloj arbitrash, është pak e vështirë të pranosh realitetin, sepse me një dorë të hapur e kam parë të gjithë dhe tani mbas ndeshjes ne pam, ai thjesht nuk pret që edhe vari të konsultohet, vazhdon direkt, thot vazhdo se nuk ka asgjë. Një penallti në minutën 93, ai nuk tenton që të presi as varin, por një sekondë thot vazhdoni lojën. Besoj se kemi lloj ndeshje në fund javë që është shumë vendimtare për ne. Momentalisht jemi në vendin e 9, kështu që nuk kemi siguru do të thosha asgjë akoma. Kështu që me të thënë drejtën vije keqardhje për Flamurtarin, sepse është një qytet me traditë dhe ka një skuadër të mirë, do të thosha. Por i tillë është futbolli, vjen keq që 2 skuadrat, Bregdeti dhe 2 skuadra shumë me emër në kampionatin shqiptar ndodhen këtë gjendje. Besoj se si mas tabelës, si mas rënditjes, besoj se do ishim ne të parët që do janë vendime që, siç u thash, nuk është se i marrim
Nena Stoli, kështu që. Pasumbjes me Bylisin, trishtimi ishte i madh tek tifozët e Elbasanit, të cilët kanë kritikuar hapur klubin në faqet zyrtare në rrjetet sociale, në Facebook dhe Instagram për rezultatet e fundit. Megjithatë, duke marrë shkas nga këto komente negative, klubi i Elbasanit ka reaguar nëpërmjet një deklarate për shtyp ku i kërkon falje tifozëve për rezultatet e fundit, por thekson se Elbasani është në garë dhe pretendent serioz për të fituar titullin kampion, pasi qëndron në krye të klasifikimit me 2 pikë më shumë se Vllaznia, ndërsa thekson se Elbasanasit kthehen në kompeticionet europiane për herë të parë pas 20 vitesh. Elbasani ka kaluar javë të vështira në kampionat dhe rezultatet e fundit nuk kanë qenë ato që të gjithë do të dëshironim. E kuptojmë zhgënjimin, emocionin dhe pritshmërinë e madhe të çdo tifozi, sepse ky klub jeton përmes pasionit të qytetit dhe mbështetjes së tribunave. Por kritika sportive nuk duhet të kthehet kurrë në gjuhë banale, ofendime personale apo gjuhë urrëtie ndaj futbollistëve, stafi teknik dhe njerëzve që çdo ditë punojnë për këtë fanell. Elbasani është më shumë se një rezultat javor, është histori, identitet, krenari dhe përgjegjësi. Sot, pavarësisht vështirësive të momentit, skuadra jon është kryesuese me 2 pikë avantazh, pretendente serioze për titullin kampion dhe zyrtarisht në kompeticionet europiane pas 20 vitesh. Kjo është një arritje që nuk mund dhe nuk duhet të zbehet nga disa rezultate negative. Në këtë fazë të rëndësishme të sezonit, ekipi nuk ka nevojë për përçarje, por për forcë, besim dhe mbështetje. Futbollistët tanë ka nevojë të ndjejnë se qyteti është pas tyre, jo kundër tyre. Elbasani respekton çdo kritik të drejtë dhe çdo mendim të sinqert, por distancohet kategorikisht nga çdo formë ofendimi, fyerje apo gjuhë të papërshtatshme, thuhet në reagimin e Elbasanit. Ky klub përfaqëson sakrificën, dinjitetin dhe qytetarin. Tani është momenti të qëndrojmë bashkë, tani është momenti të mbështesim ekipin, tani është momenti të tregojmë se çfarë do të thotë të jesh tifoz i Elbasanit, thuhet në reagimin zyrtar sa i përket kritikave që ka pasur nga tifozët në javët e fundit. Megjithatë, pavarësisht këtyre rezultateve, Elbasani ka pasur performanca vërtet pozitive veçanërisht në fazën e 4 superiores, duke marrë edhe kreun e klasifikimit përballë Vllaznisë, e cila po kalon një moment të vështirë në kampionat dhe ka pasur edhe një mbledhje tek shkodranët ku ka pasur dhe kritika për rezultatet e fundit dhe kërkohet motivim, karakter, forcë dhe besim për ndeshjen e fundit të kampionatit, por gjithashtu edhe për fazën finale të Final Four ku do të luhet gjithçka sa i përket titullit kampion. Mirë, ndryshem atmosfera, ne do të flasim për magjinë e kompeticionit Champions League për klubin. Ndeshja e mbrëmshme ndërmjet Bayernit dhe Paris Saint-Germain u mbyll në barazim 1-1, një rezultat i cili i dha të drejtë parisienëve për të kaluar për të dytin vit të radhazi në finalet të Champions League, ku do të sfidojnë ekipin e Arsenalit. Finalja e madhe do të zhvillohet në Budapest në 30 maj. Paris Saint-Germain Arsenal. Mbrëmja ishte e mbushur me emocione. Ishin francezët, cilët kaluan të parët në avantazh me futbollistin Dembele, i cili shfrytëzoi më së miri një pasim të futbollistit Georgian Kvaratskhelia. Ndërkohë, Bayerni tentoi me çdo mënyrë për ta barazuar ndeshjen, por ishte shumë e vështirë dhe nuk arritën të kishin raste të pastra përballë portierit. Në tentativën e vetme ishte sulmuesi anglez Harry Kane, i cili në shtesë realizoi për 1-1, por nuk mjaftoi për Bayernin për ta dërguar ndeshje në shtesë. Futbollisti i Parisit Pacho u zgjodh lojtari i ndeshjes në këtë sfidë për performancën e tij, lidershipin e treguar në repartin defensiv të mbrojtjes. Ndërkohë tek gjysmëfinalja tjetër ku Arsenali u kualifikua, u zgjodh mesfushori Rice për performancën në mesfush. Qëndrojmë tek ajo se çfarë ndodhi në fushën e blertë në Allianz Arena ishte vërtet e veçantë dhe emocionuese, por festa ishte e madhe edhe në Paris. Megjithatë ka pasur përplasje, kritika dhe shumë persona të dëmtuar. Ishte një natë festimesh ajo në Paris, por edhe tensionesh të forta, ndërsa PSG kualifikua në finalen e Championsit, barazimi me Bayernin.
U dha atyre mundësinë që të luajnë me Arsenalin dhe emocionet ishin të mbdha dhe të pafundme pas fundit të ndeshjes. Pas fishkëllimës së trefisht, një zhurmë shpërtheu në të gjithë qytetin dhe tifozë të mbushën rrugët e kryeqytetit francez me flamuj dhe bomba tymi. U hodhën gjithashtu edhe flakadan dhe fishek zjarre dhe festimet shpejt degenerua në përleshje dhe trazira në pjesë të ndryshme të qytetit. 127 persona janë arrestuar, ndërsa nga përplasjet mbetën 11 të plagosur, prej të cilëve njëri është në gjendje të rëndë. Ndërkohë, 23 oficer policie pësuan lëndimet e lehta sipas prefektit të Parisit, Laurent Nunez. Mirë, me këtë informacion kemi mbritur në fund të Klubit Sportiv për sot. Duke ju falenderuar për vëmendjen, bashkë, mirupafshim.